Ti më të... Shumë dakord. Në përgjithësi... Pyetja ke, çka ke ndryshu? Çka ka ndryshu 4 vitet? 4 vite. 4 vitet. Po, them çka ka ndryshu pak a shumë, jo 4 vitet, po rrugës. Kur kam qenë i vogël, për shembull, se kur kam qenë me ri, kam qenë shumë qak nxehtë. Edhe kam qenë shumë tip më emocional se që jam sot, domethënë i shifja gjanat shumë me detaje dhe verare, shumë detaje nga njerëzit. Domethënë i merja shumë personale. Duke u rrit shumë e më shumë ditë mas dite për shkakun, vazhdoja, investoja sa më shumë ke vetja ime, si në aspektin personal, edhe në aspektin profesional. Se nëse ti s'do veten tate, rreth parë nuk ka kush të doj ty. E para, e dyta, sa për çështjen e dashurisë, çka kërkon ky person, për shembull, unë jam person që jap shumë nga vetja, edhe problemi është jap më shumë siç duhet. Edhe duke qenë se jap më shumë siç duhet kur jam me lidhje, jam i person që kam humb në dashuri. Ose më saktë jam djeg. Edhe duke u djeg, unë po jam shumë njeri i ftohtë, edhe kam shumë vështirë t'jap veten, i moj gjërat shumë për mrena. Edhe me eksploru i njeri aty ku duhet, e ka shumë vështirë se unë nuk e jap veten deri në atë pikë sa ta konsideroj unë që ky njeriu s'është armiku im, po shef të mirën që unë jo të keqen. Nuk shef boshllëqet, por shef diçka tjetër ndryshe nga tjerët. E deri atëherë unë rri për herë hap mrapa. Sado e kam si mburoj që është për vetë mbrojtje. Jo, qëndron. Shumë bukur më të. True story.